Policia e Shkodrës ka bërë bilancin e 24 orëve të fundit ku specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin FK 20 vjeç banues në fshatin Bardhaj pasi u kap duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Specialistët referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin IA 50 vjeç banues në Kosovë pasi ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj ish bashkëjetuesit së tij. Gjithashtu këta shtetas referuan materialet në prokurori për vlerësim pasi dje shtetasi 29 vjeçar KD banues në fshatin Grudere duke drejtuar automjetin ka humbur kontrollin dhe përpasoj automjeti është përplasur me një mur, nga përplasja janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Automjeti u sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Ndërkohë, policia në Theth ka referuar materialet në prokurori kur nisi procedimi penal për shtetasin GI 26 vjeç pasi ka kryer punime ndërtimi pa leje. Materialet procedurale janë referuar edhe në këtë rast gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Shkodër.